Nuk gënjen, se duhet jemi të drejtë. Në Ankara nuk e ka marrë Belinda Ramen me vete. Jo, e ka marrë Rama Belindën me vete. Për t'i dhanë 50 milion euro me shtrejt. Për të nda 50 milion euro. Para të tunelit Llogaras dhe këtu mbeten pa drita spitale, mbeten pa ilaçe smurt, mbeten rrugë cop-cop. Ajo është vetëm njëra nga po afera tjera shumë më të mëdha. Ka ndodhur, aq sa mund t'u them, që nga 67 miliard euro që ka administruar kjo qeveri hajdute, në mënyrë absolute, 90%, minimumi 90% i ka vjedhur shpërdoruar. I kanë vjedhur shpërdoruar. Ku është? Mos harronin, por ndonjëri që i duket tepërt kjo. E pyes, ku është djegësi i Tiranës? 130 milion. Merrni pak tendrat e fituar nga Baxhanaku i Rams, me emër tjetër. $60 milion. Pas një blerje, pas një shitje, pas një shpenzim, vetëm rrogat e Normanjës, 98% fitimi. 98% vjedhje. Merrni në çdo qeliz, në çdo aspekt. Prandaj edhe Rama nuk e lëshon Belindën. E ndëgjohet vetë se Mirlinda, që është në fakt shumë shpesh prestonome e lindës së Surrelit, që del dhe i bën avokatira tani, dhe për studio bashkëshortit Hajdut në vend se t'i thot mos vill, qytetarët del bën avokatin e saj në studio të ndryshme. Pra, Mirlinda, për cilën thotun kam respektin maksimal, 2 pengmarrje o miq. 2 pengmarrje. 2 biznismen janë marrë penë se guxonin të paraqisin oferta të cilat tendra të cilë do t'i fitonte me çdo kusht Baxhanaku dhe as kusht tjetër. Nuk ka pse të ndalem gjatë, sepse ju vetini të vetëdijshëm në zinxhirin e pafund të krimeve që këta kanë kryer. Por tani ne jemi një moment kritik. Në një moment kritik të ekzistencës sonë, të përmbushjes misionit tonë. Asgjë s'do përcaktoj më shumë fatin e Partisë Demokratike, fatin e Shqipërisë dhe të kombit shqiptar, se sa përmbushje misionit tonë. Përmbushje e këtij regjimi. Diktaturat nuk janë të lehta për të përmbushur. Janë shumë të vështira. Por diktaturat autoritare edhe totalitaret përmbysen vetëm në një rrugë, me revolt popullore. Ata të cilët besojnë se mund ta përmbysin diktaturën me vot, mashtrojnë vetën e tyre, apo mashtrohen. Më thjesht, se jemi të harrojmë çdo gjë, gjithçka. Por të vim me datën, po marr zgjedhjet e fundit, të vim me datën 8 maj të 2025-s. Narkodiktatori del dhe njofton se fala të gjitha gjobat dhe kamatat. A e dini ju sa ishin ato?
Ato ishin 10 herë më shumë se që imagjinoja unë që kam qenë kryeministër, jo ma ju. Unë nga ndrojtja se po ju mashtroj, thash se këto ishin 200 milion euro. Ato ishin 2 miliard euro nga faturat që dolen më vonë. Ishin 2 miliard euro. Ato vetëm ato interesonin 200.000 familje. Nuk ka zgjedhje me diktatorët. Kur? Urdhoni. Nuk po numroj 10 faktorë të tjerë, po marr vetëm këte. Jo një populli me një elektorat 1.400.000 apo 500.000, po dhe një popull me elektorat 3 apo 4 milion votues, 2 miliard euro, jarzojnë zgjedhjet. Kur një kryeministër që beson në dignitetin njerëzor, beson në lirin, beson në votën, nuk mund të bëjë një akt të tillë. Ju garantoj se Edi Rama është i gatshëm të bëjë siç bën çdo akt, në mënyrë që të mbaj karrigën. Mund të rrjedhtoj një seri aktesh tjera të tij, antikushtetuese, antiligjore. Mobilizoj të gjitha kartelët e drogës dhe bandat kundra jush, kundër votës suaj. Ndaj dhe por ka një dallim të madh sot. Cili është dallimi? Ne ja dolem, ta gozhdojmë, ja dolem ta paraqesim para gjithë botës, siç është. Siç është një armik i egër i votës së lirë. Siç është një narkodiktator. Siç është një shkatrimtar i kombit të tij. 7 rezoluta në një ark kohor 14 mujor. Pohojnë të gjitha këto dhe mbështesin ju, mbështesin ne në të gjithë përpjekjen tonë. Kjo është arritje jo e vogël për ne. Është motivim. Ju keni qenë në tërësi shqiptarët dhe jeni